E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe analizuar qëndrimet dhe lojën e Selin Bollatit. Tani, natën e mbrëmshme pati një lloj kacafytje, por nuk ishte kacafytje, më konkretisht një lloj deklarate nga ana e Rogertit për Selinën. Tani Rogerti këndon një këngë arabike në formën e tij, se nuk është, aty ka thjesht dy fjalë, Jalla ja Selina, Jalla ja Dubai. Është vetëm kjo Jalla, një këngë që realisht është bërë virale në rrjetet sociale. Isha duke ndjekur në mënyrë të detajuar momentin që Rogerti u ngrit të vallëzon me atë këngën, momentin që Edisa i shkonte nga mbrapa, momentin që Miri i rihte duart, momentin që Selin dhe Shëndrit vallëzonin të këndi tjetër i Banakut Lori Kafes. Ekziston një lloj provokimi, që të jemi të sinqert, mes Selinës edhe Rogertit. Dhe Selina e di shumë mirë që kjo lloj marrëdhënie me Rogertin e nxjerr atë jashtë, i shndron asaj jashtë hite, këngë si mund t'i quajmë, por edhe në anën tjetër, loja me ofendimet e Rogertit nuk kanë të ndalur në asnjë mënyrë, nuk kanë të përfunduar. Tani çfarë ndodh? Miri e pyetën Rogertin, thotë ç'a është kalifa? Kalifa në arabisht, Rogerti thotë është pornostare, që ja bëri, po nuk e dëgjoi Selina. Ja dha këtë shpjegim. Tani kalifa në arabisht nuk është pornostare. Kalifa është, mbretëresh, njeri pasur, njeri borgjes, le ta themi kështu, po nuk është pornostare. Po çuditërisht, edhe pse nuk ja tha, tani kjo mund t'jetë drejtuar edhe te Selina, sepse ai thot Jalla ja Selina, Jalla ja Kalifa, ai mund t'jetë adresuar dhe atje, por të përkthesh të fjalën pornostare dhe produksionit të mos të ndërhy në këtë mënyrë të shprehurit, kjo është realisht për të ardhur keq. Tani Selina nuk e ka dëgjuar, se po ta kishte dëgjuar Selin, e kishte nxjerr nga komplet nga shtëpia. Ju betohem në natën e mbrëmshme. Marrëdhënia mes Rogertit edhe mes Selinës ka krijuar një urrëtie të madhe te Rogerti, që Rogerti nuk e pranon dot faktin pse Selina nuk ju bashkua Rogertit në lojë, ku Rogerti ja dha dritën jeshile se babai kujt është. Por unë mendoj që në raste të këtilla, produksioni duhet të merr masa, edhe duhet t'i gjykon banorët ashtu siç janë, sepse mendoj që është ofenduar aq shumë kjo Selin brenda kësaj shtëpie, saqë nuk mban më të nxjerrja ujë, po derdhet ujë, dhe është e turpshme, realisht është edhe e turpshme edhe nga familja e saj, të dëgjojnë lloj fjale për të bijën. Okej, e kuptoj, jemi në një lojë, por jo çdo gjë të jepet për lojë, se në fund të ditës është fëmia i dikujt, dhe ato të shkretët janë vetëm të shqetësuar sepse dëgjojnë lloj fjale për vajzën e tyre, dëgjojnë vajzë krevatesh, dëgjojnë prostitut, kurf, lavire, etj. Fjalë që më nuk e di a ka mbet gjë pa ju thënë kësaj Selinës. Por mbi të gjitha, Kalifa nuk është e tillë në përshkrim, nuk ka të bëjë me pornostaren, nuk do të thotë që ti ke ikur në Dubai dhe je lavire, është krijuar një perceptim jashtëzakonisht i keq për Dubain. Por këtu është fajtore edhe Selin në këtë mes, që Selin shkon dhe i vallëzon Rogertit kur e këndon atë këngën. Kalifa ishte krejtësisht tjetër gjë që s'kishte të bën fare me termet seksiste. Por në këtë rast Rogertit i pëlqen që ta përkthej fjalën në termin seksist. Dua të marr mendimin tuaj, si shikoni ju këtë qasje të Rogertit.